Vendimi i Agjencisë së Pyjeve i marrë në qershorin e 2024-s, përmes së cilit pezullohen të gjitha qiradhënjet e tokave pyjore, krijoi paqartësi juridike në licencimin e gurthyesve. Sipas APK-s, ky vendim është marrë për shkak të mosharmonizimit mes ligjit për pronën publike dhe atij për pyjet. Ushtruesi i detyrës, drejtori ekzekutiv i APK-s, pas shqyrtimit dhe analizimit të çështjeve ligjore ndërmjet ligjeve të cekura, si dhe përgjigjes nga zyra e kryeministrit të datës 6 qershor 2024, merr këtë vendim, pezullohen të gjitha kërkesat që janë ushtruar nga personat fizik dhe juridik për marrjen e pyjeve dhe tokës pyjore me qira, si dhe kërkesat për vazhdimin e kontratave për këtë qëllim. Kompanitë e gurthyesve u ankuan se si pasojë e vendimit nuk mund të marrin lejet operuese. Kadri Ibrahimi, menaxher i kompanisë Bentokosi i ri në Gërçar të Kllokotit, tha se nuk ka operuar që nga marsi i vitit të kaluar shkaku i moslicencimit. Deri tashti s'kem pas asnjëherë probleme, po mbi të gjitha çështja e licencës ka ngesë një fije, kanë qenë inspektorat e kanë inspektu, i ka kalu ato inspektime, kështu që tashti jemi vetëm në të prit bordin me vepru bordi. Në Komisionin për Minjera e Minerale që lëshon licenca për operim minerar, thanë se shqyrtimi dhe licencimi i kompanive është duke u kryer në vazhdimsi, por nuk treguan për numrin e kërkesave në shqyrtim. E juristi Anton Reca i thot se dy ligjet janë në kundërshti në pjesën e kontraktimit për dhënien e shfrytëzimit të pronave të shtetit, në këtë rast të tokave pyjore. Me një anë kemi ligjin për pyjet e Republikës së Kosovës, është ligji i cili është në fuqi, ku sipas këtij ligji do thotë që të gjitha pronat, pyjet shtetërore janë në pronësitë e shtetit të Republikës së Kosovës. Dhe nga ana tjetër kemi ligjin për pronën shtetërore, i cili po ashtu i referohet të njëjtës gjë, që të gjitha pronat janë në pronësitë e shtetit të Kosovës, respektivisht qeverisë së Republikës së Kosovës. E tash, këtu kemi një mospërputhje sa i përket pjesës së kontraktimit, dhënies me kontratë në shfrytëzim me qera për periudhat e caktuara. Kryesuesi i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti Ferhat Shala, vendimin për ndërprerje të licencimeve e quajti politik. Këtë kundërshtoi antarja e Komisionit Mimoza Kusari Lila, që tha se ndërprerja u bë me synimet për krijimin e një zyreje që evidenton pronën publike. Ndërsa, ekonomisti Adem Qorolli tha se pezullimi i licencave ndikon në të gjithë zinxhirin ekonomik. Ndikon në çmimin e betonjerkave, ndikon në çmimin e betonit si kub dhe sigurisht pritet që të rritet deri në 35% çmimi për kubik në pjesën e betonit, pa ajo çka është alarmante, çdo betonjerk ka 8 deri në 10 punëtor aktiv. Lidhur me situatën e krijuar, koha dërgoi pyetje edhe në Agjencinë e Pyjeve, por se nuk mori përgjigje. E në dokumentet që i posedon koha, shihet se në këtë agjenci ekzistojnë afro 3.000 lëndë për marrje të tokave pyjore me qira.